Pak kohë më parë, për disa javë me radhë, kemi sjellë në vëmendjen e publikut masakre mjedisore që po ndodh në periferitë e Tiranës. Dhera dhe inerte, të nxjerrta nga gropat e kullave të reja që ndërtohen në kryeqytet, kanë destinacion final shtretërit e lumeve dhe zonat e gjelbëruara të kurorës së kryeqytetit, duke shkaktuar dëme të pariparueshme në mjedis dhe në tokat bujqësore, të cilat kanë humbur rolin e tyre, duke u zhdoruar në landfi dhe ilegale. Lumi i Tiranës, lumi i Erzen, apo liçeni i Kasharit janë të kurrë për shkak të zënjes së tyre me mbetje që dalin nga ndërtimet e reja, që gjithashtu kanë shkatruar florën dhe faunën. Ndërkohë institucionet shtetërore në rastin më të mirë vazhdojnë të mbyllin syt përpara kësaj palishmërie, ose në rastin më të keq janë bërë palë me shkelësit e ligjit. Keni marrë informacione që hidhen inerte? Ja. Pa leje? Për këtë situatë, muaj më parë, tentuam disa herë të merrnim një përgjigje nga kryetarja e komanduar e Bashkisë së Tiranës, Anuela Aristani. Zë Aristani, ku shkojnë dera që nxirren nga gropat e pallateve të reja që duhen në Tiranë? Shihni njerëz, se s'u kupton. Zë Aristani, ku shkojnë? A ka mundësi të bëni bisedë qytetare? Po ja, pra qytetare për kërkojnë. Të lutem, sa po ban, ku po shkojnë? A ka sot Bashkia e Tiranës, zonja Aristani, një vend të përcaktuar për depozitimin e dherave dhe inerteve që dalin nga gropat e reja të kullave që ndërtohen? E ndërsa mendonim se kjo palishmëri do të merrte fund një ditë, u gabuam, pasi babësisë nuk do t'i shpëtonte as zona e Bërgjitës. Jemi rreth 13 kilometra nga qendra e Tiranës, aty ku mes gjelbërimit shtrihet lumi i Erzen, i cili tashmë ashtu si dhe në pjesë të tjera të gjatësisë së tij, është zënë nga dherat dhe inertet. Grupujt të tërë inertësh janë kthyer në një mal palishmërie, ku kamionet që vinë dhe ikin shkarkojnë mbetje duke shkatëruar shtratin e lumit, i cili është ngushtuar. Po kush qëndron pas shkatrimit që po i bëhet lumit Erzen dhe mbushjen e tij me dhera dhe inerte? Terreni në fjalë është në pronësi të Ylli Merjas, mjekut popullor, i cili prej shumë vitesh merret me prodhimin dhe tregtimin e ilaçeve medicinale. Dhe me sa duket, për të mos shpenzuar shumë me transportin, ka gjetur rrugën më të shkurtër, hedhjen e inerteve në lum. E doni nga fjalë. Si kalon? Ju lidh gjë me Bërgjitën? Unë Bërgjit ka marrë një tokë, kemi nxjerrë një leje ndërtimi dhe kemi filluar një investim. Për të ndërtuar këtë objektin e ri, dhera dhe inertët që janë nxjerrë nga toka që u keni marrë për të ndërtuar, janë hedhur në krah të majt përballë objektit që po ndërtohet dhe kanë shkuar deri tek shtrati i lumit. Dherat e objektit. Po jo, ato janë çuar në atë destinacionin që është bërë edhe pagesa për këtë gjë. Ku i keni çuar ju dherat që kanë dalë nga aty? Shiko, unë jam këtu, ato nuk e di ku i kanë çuar ata të firmës që kanë bërë punimet. Cila firmë ka qenë që merrej me punimet? Po më kujtohet tash. Zoti Merja ka filluar të ketë probleme me memorien, ndërkohë sikleti në të cilin ndollet kuptohet edhe nga mimikat e tij. Dhe sa më shumë mendon të jap përgjigje, aq më lëmsh bëhet. Ndërkohë sipas një kontrate të lidhur me kompaninë Luani SHPK, e cila në fakt është në pronësi të kunatit të tij, Luan Livalli, dhera dhe inerte do të dërgoheshin në landfill, ndërsa doktori, referuar pikave të kontratës, duhet të kryente supervizimin e të gjitha proceseve të punës dhe të bënte vërejtje kur diçka nuk shkonte, gjë që nuk e ka bërë. Realisht është e rëndë sepse ja të tregoj dhe pamjet. Dhe më thuaj pra se neve një pjesë të dherave i kemi mbajtur aty sepse do të ngrihet pak ai objekti me sa di unë, rreth 1 metër, që ne të vemi afërsisht me planin e xhades drejt. Pra janë mbajtur atje. Këtu nuk është 1 metër, shiko ku kanë shkuar dherat. Këto janë pamjet kapura me dron, ja ku është lumi i Erzen, i cili gjysma e rrjedhës së tij në fakt është e zënë nga dherat. Po, nuk e di atje, mund të ketë çuar edhe ndonjë tjetër, ku di unë kush ka çuar dhera kështu. Unë kam lënë një përgjegjës atje. Nuk është paksasi, por është një mal i tërë dherash dhe inertësh janë hedhur në lumin e Erzen. Nuk mundet për shembull që një doktor si ju, që në fokus ka shërimin, të dëmtojë mjedisin. Po nuk e di a janë tonat ato apo janë të tjerëve. Ku di unë për çfarë mund ta ketë përdorur AX persona të vendin aty, edhe për të tjerë. Kam një pjesë çash gërmuar këtu,
janë hedhur këtu, po tek objekti në krap, një pjesë tjetër janë çuar ku është destinacioni. Nuk e di, o në landfill, o nuk e di ku kanë vajtur. Tani o kanë shkuar në landfill o në shtratin e lumit Erzen. Keni kursyer edhe kohë, edhe para. Por jo gjithmonë rruga e shkurtër të nxjerr për mirë. Sidomos kur bëhet fjalë për shkatërimin e mjedisit. Pamje që u tregova janë të rënda, aty është bërë për të bërë Po pra, alpinizëm. unë e kuptoj, po. Po shkojmë bashkë. Para se unë të filloja të gërmoja me fadrom, ato dherat që kanë qenë aty, një mal me dherat, të mia ishin. Kanë qenë dherat aty. Pra po thoni që dherat kanë qenë kur keni shkuar ju. Pa filluar unë të punoj, Okej. këtu ka patur dhera. Po pse i kanë çuar? Firmat e tjera, ku e di unë nga kanë ardhur, i kanë hedhur dherat këtu. Me motivin që ajo gropa që ka qenë kështu, të mbushej dhe të sistemohej. Tani doktori na nxorri një teori tjetër. Pra dherat janë hedhur aty për të sistemuar tokën. Të isha në vendin tënd zoti Merja, nuk do ta bëja avokatin e djallit. Vetëm nëse do të isha dhe vetë i përfshirë në këtë palishmëri. Indiset që na kanë dhënë kanë dalë nga kantieri ku ju po ndërtoni. Një njeri që në fokus ka shëndetin, nga një ranë të shkatroj mjedisin, se imagjino kur bien shirat, ujërat e kontaminuar, gjithë rrjedhat që dëmtohet, gjallësa, flora, Unë fauna. të kuptoj jashtëzakonisht mirë. Unë do të kontaktoj me atë përgjegjësin që është aty, do të shikoj të marr gjitha dokumentacionet. Kur unë nuk kam filluar të gërmoj asnjë fadrom aty, asnjë metër kub dhe ta heq, aty njerëzit binin dhe dernin, shkarkonin makina. Pse e bënin këtë gjë? Për të niveluar ato tokat që kanë qenë aty. Por në fakt ka kaluar nivelimi i tokës dhe ka shkuar të nivelojmë lumin e Erzen, se kemi të tepërt. Dhe ideja është që mbase edhe kamionet tuaj i kanë rënë për shkurt. Nuk e besoj që edhe sikur ai shoferi i kamionit të jetë treguar i papërgjegjshëm dhe të ketë lakmuar që të shkurtoj, po e quajmë 500 metra rrugë ose 1 kilometër. Nuk e di, unë do pyes. Përgjigjet e tipit do pyes. Ngjasojnë me ato të zyrtarëve shtetëror. Bëj një kërkesë me shkrim dhe do marrësh përgjigje. Përgjegjësia nuk bie vetëm mbi shoferin, por bie edhe mbi ju, duke qenë se ju jeni pronari i ndërtesës që po bëhet. Tashmë është detyrë e institucioneve shtetërore që të marrin masa për atë që po ndodh në Bërzhit, ku pasojat e zhvillimit i vuan lumi Erzen, i cili pa nga pak është kthyer në një landfill dherash dhe inertesh.